po hajde në kuvend të funksionalizojmë kuvendin, po te presidenti duhet konsensus. Ai po e synon shtetin, se po shtetin e ka fitu, po kushtetuta thot qartë, kuvendi duhet më u funksionalizu 30 ditë pasi që të bëhet certifikimi i rezultateve. Dhe jemi në shkelje kushtetuese e para, e dyta, kryeministri dhe 17 ministra të tij, bos ligjit qeverisë. Ditën që vjen me u betu si deputet, duhet me dhonë tërheqje prej pozitës ekzekutive, përkatësisht kryeministra ose ministra. Çka kanë bëu ata? Janë ardhur betu për deputeta që shumë betuan, kanë votu për prezencë që shkon votuan, ndërsa anën tjetër ata vazhdojnë me konaj kryeministra ata ministra. Tërësisht është jashtëligjshëm. Ligjin e qeverisë, në 26, pikën e këshërën e shine tërësisht jashtëligjshëm. Dhe e treta shkelje, rregulloria e punës të kuvendit, që parashe seanca konstituive, prej momentit kur fillon, nëse eventualisht ndërprehet, vazhdimi duhet më thirr brenda 48 orëve. Dhe çka jemi të bëna? Jemi duke dërguar kërkesë armiqëdhore çdo 48 orë, dhe secili subjekt politik që është e përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, po shkojmë seancë, nuk po vinë, nuk pe thirrën, nuk pe përfillen, edhe në anën tjetër bëjmë aksione te dera e qeverisë që me prit deputetin Albin Kurti që ka uzurpu zyren e kryeministrit, me thonë o zotni si deputet, jetu e shke ligjin, kena me të bo kallëzim penal për këtë punë, edhe kjo punë komu trajtu në organet kompetente, po hajde në kuvend, të funksionalizojmë kuvendin, edhe i ki votat edhe për qeveri, bën edhe qeverin. Çështja e presidentit, e dim që duhet 80 vota, pra duhet konsensus. Partia Demokratike e Kosovës është e qartë në pozicionin e saj. Ne jem opozit. Po te presidenti duhet konsensus. Vazhdojna me mendu që nuk duhet një subjekt politik me i pas gjitha pozitat. Edhe nuk e di çka është kjo tendencë e qasje autoritare ose diktatoriale me rënu dhe pak e ti. Me e pas komplet. Albin Kurti ka fitu për shtetin. Nuk për mjafton për shteti. Ai po e synon shtetin, se po shtetin e ka fitu. Ko 100% të ekzekutivit e ko të fitum, s'mundu me janol. As nuk jem të dosh me janol. Po me bo opozit, po për punt edhe defektet edhe dështimet që janë duke diskutu sët, ndërsa për punt e mira, në regullim, dëshirojmë me u bo punt mira.